Betejë jonë është betejë me vetveten dhe me Zotin. Sepse ne marrëdhënien tonë kemi me Zotin sa jemi të drejtë apo të padrejtë në atë që kemi bërë. Tani, për sa i përket vendimit të sotshëm, mund të them që ishte një vendim nën presion, s'ka asnjë gjë të keqe, jo të gjithë përballojnë presionet. Po patjetër. Sepse gjyqtarja lexoi pranoi që në dosje 90% e akuzës së prokurorëve nuk ka asnjë provë. Pra, vetë prokurorët në 80% të akuzave thonë ne kemi perceptime, unë do ta marr fjalën e prokurorit Sotir Klapi, pra që kanë bërë prapësimet që kanë sjellë dhe thonë ne kemi perceptim, ne kemi perceptim, ne kemi perceptim, ne kemi perceptim. Unë mund t'ju them që në dosje s'ka asgjë, pavarësisht se ne nga nesër jemi në dispozicion edhe për mediat, do të vendoj në dispozicion prova të cilët deri tash e kishim të ndaluar për shkak të tani do kënaqeni, do shikoni gjithë kartat e kreditit të bizneseve. Do shikoni lloj-lloj kam pagu për dashnore apo jo? Pitjesh dhe